në kanë rëndu sprova, cila do se dhikër më ju përmbajt intensivisht që me zbrit dime Allah sa më shpejt. Istighfari. Kjo ndërlidh edhe me pyetjen para prake që ke. Me shtu istighfarin sa më shumë. Po, sprovat vinë si pasojë e gjunave dhe mëkateve. Allah na i dërgon sprovat që më na shly gjunahet edhe mëkatet. Kështu që ti do të më shtu sa më shumë istighfarin, kërkimin e faljes të Allahut, më pendu milion gjunahet fillimisht, edhe më shtu istighfarin. Ai që shton istighfarin, Allah subhanahu wa taala pra ja lehtëson çështjet. Edhe ja largon vështirësitë. Ka sa çështë se Islami, Ibn Taymiyyah Allah mëshiroft, çështë tham pra arsyeja pse njeriu ne godasin sprovat janë gjunahet. Ja, nëse njeriu bën istighfar shumë, bëndohet te Allahu, atëherë largohet. Arsyeja pse më ardh këto sprova, nga se Allah ja shlyn gjunahet, ja fal mëkate për shkak të pendimit së istighfarit, edhe domthon Allah nuk e dënon me pasojat atyre mëkateve. Kështu që istighfari është një gjë që ne si besimtarët do të mos me neglizhu. Po vazhdimisht me bëj istighfar. Spaku bile 100 herë në ditë, që është ka pejgamberi sa që thotë ne 100 herë ditë, astaghfirullah wa tubu ilayh, kërkoj falje te Allah dhe pendohem tek ai. Po më thon, astaghfirullah wa tubu ilayh, mirë, po më thon me zemër, jo vetëm me gjuhë. Po kur të thua astaghfirullah wa tubu ilayh, kujtoja vetes gjunat që ke bërë gjatë asaj dite, mëkatet. Qoftë me gjuhë, qoftë me shikim, qoftë me dëgjim, qoftë domethënë me zemër, ka gjuna edhe të zemrës. Kujtoja vetes edhe kërko falje edhe pendohu te Allahu për ato gjuna. Edhe me lejen e Allahut, por kur shlyen këto gjunohe, për shkak të pendimit dhe istighfarit, largohen edhe pasojat e këtyre mëkateve, qoftë këtë botë, qoftë botën tjetër. Kështu që prandaj nëse njeriu gjen po vështirësinë në jetën e tij, qoftë vështirësi me bëj vepra të mira, ose vështirësi pra i përmbush obligimet që i ka ndaj familjes, ose ndaj kujshive. Kto janë fjalë të Shehut Islamit. Ose ndaj kolegëve për shembull të punës e kështu me radhë. Po gjen vështirësi ndryshme në jetën e tij, thotë le ta shtoj dhe të përmbahet tauhidet edhe istighfarit. Po tauhidet me veçu Allahun me drejta që i takon, sidomos me drejtën më të madhe, po me veçu Allahun me adhurim, edhe mos të ndat istighfarit. Ka se përmes këtyre dyjave Allah ja largon, po ja lehtëson çështën dhe ja largon vështirësitë.